shqetësimet e djemve dhe burrave për madhësinë e penisit janë shumë evidente kohëve të fundit. Ndoshta gjithmonë ka qenë e kështu, po tash me marketingun e madh që i bëhet në rrjetet sociale, nëpërmes Facebook-a dhe pjesëve tjera, duke ofruar përshitje kremra të ndryshme ose preparate të ndryshme që kanë efekt ose janë efektive në zgjatjen e penisit, ky lloj shqetësimi është rrit shumë të rritë. Përpara se me e bë çdo hap në këtë drejtim, është mirë që të rrit me u konsultu me profesionistin. Edhe me ditë sa është madhësia minimale e penisit, e cila mjafton që ata edhe me performu mirë, edhe me mujt me arrit me kënaq partnerin e vet. E kemi përmendur sa herë që një penis në erekcion, nëse i mbrin 8.5 cm, është mjaftueshëm i madh për me i përmbush të dy kërkesat e dy polve. Unë personalisht, nuk ka ditë që nuk marr kërkesa të ndryshme përmes rrjeteve sociale apo pacientëve që frekuentojnë ordinancë për me pyet sa janë suksesshme këto kremna. Kjo është një pjesë e vogël, para mendoni sa shumë të ri nuk vinë me konsultu, po i porosisin ato përmes interneti, i marrin me shpresë që kanë me ndikue në rritjet penisit. Unë si për shaka në ditë një pacientit i thash që më pyti a ka gjas me u rrit penisi me krem, thash provohet me rat krem, provohet veshje një herë lyje, nëse rritet veshje do rritet edhe penisi, që janë organet e njëjta. Nuk ka mundësi pra një krem me e rrit një organ që tashmë ka përfunduar procesin e rritjes. Ka intervenime, dikon në për botën e jashtë me bëhen intervenime kirurgjike. Ato intervenime janë dy llojne. Në intervenim që është i përshtatshëm, edhe nuk ka efekte anësore, është ai i hjekjes së masës dhjamore që është në bazën e penisit. Kjo vlen për personat që janë të plot në trup dhe kanë sasi dhjamore shumë, atëherë intervenohet, është një intervenim estetik kirurgjik që e hjek një masë dhjamore dhe ka raste kur klienti i përfiton 2-3 cm me hjekjen e asaj masës dhjamore. Por kjo është procedurë e thjeshtë edhe është e parrezikshme. Këtë procedura tjera që aplikohen, kinse me zgjatje, me zgjatim të penisit në mënyrë kirurgjike, janë edhe jo falenderuese, edhe jo suksesshme, edhe me mundësi shumë të madhe të paraqitjes së efekteve anësore gjatë ndërhyrjeve për me zgjat penisin. Një këshill që kisha pas qef me depërtu deri te ata që na shohin ose na dëgjojnë, është që nuk është e rëndësishme shumë madhësia e penisit. Shumë më të rëndësishme janë çësjet tjera që bëhen marrëdhënie seksuale, se sa të paturit një penis të madh. Përkundrazi, penisi shumë i madh është problem në kryerjen e marrëdhënieve seksuale, sepse mundet me shkaktu lëndime dhe dëmtime të vajzave apo grave.